gra që na kanë shoh, gra sërbe, dhe disa dhe kanë gjujt me ujë, ato e kanë nxonë policia mrena. Dhe jemi shku te ata, se kemi ditë që kanë qenë aty. Mu tra u gëzu shumë, edhe ju kemi kallëzu që janë ka i dëbojnë krejt, kemi dalë. Motra ka qenë shtatzanën muajin e 7. Fëmijën e 3, për ndryshe celi, nipi ka qenë me virus edhe i dehidrum, domethënë i smut. Kur jemi dalë, Dhandri Skënderi ka hyrë në garazh se kanë pas një veturë edhe një kombi në garazh, ka dashur me marrë veturën për shkak grush shtatzanë e fëmijëve dhe me përdor. Po ato e kanë nxonë policia mrena, edhe nuk e lëshojshin. Tashmë është me marrë çfarë skene ka qenë aty, gjithë friksum, motra ime, motrat e Skënderit, baba. Edhe e kanë thirrë babën e Skënderit, i cili u duf mi dhonë disa mira marka për me liru Skënderin. Edhe natyrisht qelsat ja kanë marrë, ato vetura janë vjedhë sikur shumë të mira materialet tonat. Kemi vazhdu. E majnë menin jeta që gjatë rrugës sa kemi ecë, për gjatë rrugës Agim Ramadanit që quhet sot, te banesat që janë përballë Siriusit, ato që janë 4-5 kaçe, kam pas shumë gra që na kanë shoh, gra sërbe, edhe disa dhe kanë gjujt me ujë, po ka pas 2-3 raste që kanë qajt. Domethënë jo të gjithë ju kanë gëzu dëbimit tonë. Edhe kemi vazhdu deri te semaforat e Menzës 1 tetori, aty na kanë kthy te poshtë edhe deri në Dardani. Në Dardani na kanë nal edhe kemi pushu se edhe u lodhëm. Edhe pastaj te semaforat e Santes na kanë kthy me shku te stacioni i trenit.